Gjevat Berisha u lidh më 30 gusht 1961 në fshatin Lez të Vrinit, komuna Prizrenit. Rrjedh nga një familje e emancipuar, bujare dhe me traditat e lashta kombëtare. Gjevati 4 klasët e para të shkollës fillore i kreu në vendlindje, ndërsa klasën e 5 të mbaroi në Mallësi të Vrinit. Në maj të vitit 1973, ndonë se familja Gjevat Berishës për shkak të kushteve të vështira ekonomike do të shpërngullet në lagjën Tusus, tani lagja Trimëve të Prizrenit, 8 vjeçaren do ta përfundoj me sukses të shkëlqyeshëm në shkollën fillore Mustafa Bakia në Prizren. 2 vitet e para të shkollës së mesme i kreu në shkollën e Akademisë Pedagogjike Ymer Prizreni, ndërsa vitin e 3 dhe të 4 në gjimnazin Gjon Buzuku, drejtimin e pedagogjisë. Pas përfundimit të shkollës së mesme, Gjevati ndonë se u përcaktua që të punojë në edukimin dhe arsimimin e brezit të ri në shkollën e lartë Gjevdet Doda në Prizren, e kreu me sukses degën e mësuesisë. Përveç se ishte student i mirë, ai u shqua edhe për çështje të ndryshme organizative. Gjatë viteve 1982-88, kur aparati shtetëror jugosllav ushtronte dhunë të përditshme gjenocidale ndaj popullit shqiptar në Kosovë, Gjevati mori pjesë aktive në shumë aktivitete me rëndësi kombëtare që organizoheshin nga Lëvizja Popullore për Republikën e Kosovës. Krahas aktivitetit patriotik, Gjevati nga viti 1985 punoi me përkushtim të madh edhe në arsim. Fillimisht punoi në shkollën fillore të fshatit Arbëri, ndërsa nga viti 1987 deri në vitin 1997 punoi në shkollën fillore Mis Sokoli të Mallësisë së Vrinit. Ti botën të kërkojnë, e të foljopi, unë kam unë në sot, ti botën e të kërkojnë. Boshna ka pak drejtonë, po edhe Brishna, hyshin kemi bim në puj, në kuale në sënë, në kijen. Mos e ranë për zanë, atje të konë une, blem të tokë, të në fush, i bom janë i mos e ka parë. Kumë raune në 7-3, për zëren. Kërën për zëren, më ndryshe pak. Luke kere, luke si sendute, puna ma lete, ndër një koqë ashtu. Ma pas ja këthim shpinë në tokës. Gjenë në për gurbeti adhan. Jetjet pak ma mire këtë pasë. Ngjarjet e bujshme të fundvitit 1988 dhe ato të shkurtë marsit 1989, mësuesin dhe patriotin e devotshëm Gjevat Berisha e gjetën në balë të protestave gjithë popullore në Prizren. Me 25 mars të vitit 1989, demonstratat dhe protestat organizoheshin në të gjitha qendrat e Kosovës. Mirë po në këtë datë, demonstrata më masovike ishte në qytetin e Prizrenit. Gjevati bashkë me veprimtarët tjerë, me shokët e tjerë, të ilegalës, ishte në krye të demonstratave. Pas shumë protestave të cilat ishin plasaritur në gjithë Kosovën, do të thotë në qendër të vëmendjes ishte edhe qyteti i Prizrenit, ku falë të thotë aktiviteteve të ilegales të viteve të mëparme, po flasën edhe për vitin 1989, ku pikërisht ishte dhe shoku Gjevat në krye të detyrës me shokët të tjerë, do të thotë në këtë muaj kishte protesta apo shkurti quaj demonstrata në gjithë Kosovën. Atëherë në Prizren, pos shumë protestave, organizuam dhe një protest me fundin e marsit. Do të thotë duke munduar të arritim qëllimin që në mes të sheshit Çetërvan të buqasin të gjithë demonstratat për të treguar opinionit botëror njerë dhe okupatorit sërb që nuk jemi të kënaqur, do të thotë me okupimin e tyre dhe vërtet jemi një popull që dojmë lirin. Gjevat Berisha ka qenë gjithë një organizatori atyre protestave, duke filluar prej fundit të vitit 88, gjithashtu edhe në mars të 89-s, ku aty më kujtohet edhe rasti ku ka marrë pjesë edhe unë në ato protesta të cilat i ka organizuar Gjevat Berisha. Ishte diku 25 marsi dhe atë ditë kishte organizuar Gjevati një protestë madhështore, duke i përfshirë të gjitha periferitë e qytetit, pra prej Tusuze, Bajramsure, andej ka e rruga e Qylanit, e Ortokov dhe Knena,
ka pas pra caqe të organizume të studentave, se dhe unë isha atër studente. Unë me disa shoqet mia, patëm lënë takimin që të fillojnë protesta duke fillu prej shkollës së lartë Këndej, ka kjo rruga, si i thojnë Terezima Halla Këndej, kurse Gjevati kishte terenin andej nga shtëpia Armatës, nga rruga për Suarik. Mirë po, nuk takimin që e lam të takuemi rreth orës 2 në Shatërvan, duke shkuna për të memrin Shatërvan, aty të abollanta dhënve kishin dalë nxënësat e shkollës mesme të teknikës Ganin Qavdërbasha dhe pam që ishte turme madhe nxënësave, gjithashtu dhe disa qytetarë i takuam dhe filluam aty të dhezim për atmosferën për protesta me motën Kosova Republik, kushtetute, qëto gjanat, atëherë ishin atë kohë. Edhe duke fillu pra me protestuesit të mrrim Gjevatin në Shatërvan ku e lam, kur mrrijem të qafa kishës, aty na kishin bloku pra policia. Kishin bloku automate, kishin marrë pozicionet në gjunjë, mande edhe aty ajo rruga tjetër që është poshtë që shpije për në Shatërvan, edhe aty kish pas policë, kështu që nuk mundem të bëjmë takimin atje ku e lam. Demonstrues të cilët ishin të planifikuar që të shpërthejnë demonstrimet në sheshin Shatërvan, atër aty për aty u marrë një vendim nga koordinimi, ku ishte në kryetur të koordinimit të punëve dhe shoku Xhevat Berisha, që demonstratët të mbajnë në paradish Domit Armatës. Do të thotë Domi Armatës shpërthejnë demonstrimet dhe kështu ishte në përleshjet më të ashpra, do të thotë që mbajshin me protesta, ku gjatë tyre përleshje me forcat serbe, shoku Xhevat Berisha u arrestuar nga forcat serbe. Xhevat Berisha morë dhe një plavë në kokë, por Xhevati i pa gjonizuar kështu diku rreth 15 metër, do të thotë duke mbajtur veten, i përgjuar për dhedho, u qonë kam pastaj, forcat serbe intervenuan për së dyti herë dhe arrestuan. Dhe aty e pash se ishte ashtu i përgjakur dhe me rroba, me balt, ishte edhe në rendin në të tretën me radhë, ishte edhe Xhevat Berisha. Dhe unë kur e pash, pra, se ishte mbulu fytyra krejt gjak, dhe me njerë fillova kështu befas, daj, çka pasket kanë vra, a i ma bani, shht, tha, mos të rego, tha që jemi, tha, në familje. Shu, tha, se të regoj, nuk jam, tha, i vram, nuk jam i plagosën, por jam vetëm i gërdishur. Në realitet Gjevati ishte i plagosën në rënd, se për atë arsye dhe morën e qunë policia në spital për shërim, sepse kish marrë lëndime shumë të rënda. Aty në atë turmën gjatë atyre konsultimeve që ishim, e panë aty një vajzë e cila ishte prej Suarikës, edhe ajo kish marrë plak të rënda, ku ajo rrëfeke tregojke se në mbrojtje të asaj e të shumë vajzave tjera, Gjevati kishë ras në atë grask që ishë rrej edhe me policinë. Në konfrontim me forcat policore, Gjevati u lëndue në trup dhe lëndimet më të mëdha kishte në kokë. Kështu që pas arrestimit nga organet policore, Gjevati dërguar në spital, pastaj vazhdoi shërimin tek unë. Mirë po, përkundër kësaj Gjevati nuk e ndërpreu aktivitetin e vet. Të nesërmen, kur të dëgjuam se në fshatin Zhur, edhe në Dushanov, kishin filluar vetëm plagosjet, vramjet nga forcat policore të serbëve, dhe ndëgjum se shumë të lëndum kanë sjellë në spital këtu të Prizrenit. Ne pra qysh ishim, Gjevati, unë e disa studentë atje të cilët me emra nuk kanë nevojë t'i cekim, prap shkuam në spital për mi pa ata të lëndumit. Por ne aty intervenuam të gjithë, ushtriem në spital dhe fillon të japim gjak ndihma të lëndurve të Zhurit. Kur pa të gjithë jemi që ata të cilët kemi qenë në burg. Më shkurt mund të them për shokun Xhevat se ka qenë një ndër figurat më të forta të ilegales që ishte në Prizren, ka qenë një njeri larg pamës, një njeri guximtar, një njeri vigjilent dhe në çdo moment